të involvuar në dhunë në familje. Të gjithë këto persona të cilët rritën në këtë ambient të dhunshëm janë potencial të jenë delinkuent me sjellje asociale për shoqërinë. Gjendja më e mirë nuk është edhe në komunën tonë. Kjo do të thotë të gjitha këta anëtarë të familjes gjenden në një ambient të dhunshëm dhe kanë nevojë me ofru shërbimet nevojshme pavanesë dhe me qëllim të rehabilitimit dhe kthimit të jetës normale. Për arritjen e këtij objektivi, përveç që duhen profesionistë të ndërgjegjshëm, duhet të jenë edhe punëtorë që e kanë shpirt dhe në gjak këtë profesion. Nuk po mund të kaloj pa përmendë edhe gjendjen që e kemi në institucionet tona, posaçërisht në qendrën për punë sociale, kur mbi 2 vite mungon menaxheri i qendrës, mbi 2 vite mungojnë punëtorë social, që është vetëm me një punëtorë social qendra dhe ai është në pushim mjekësor. Andaj në bazë saj shifet që nuk jemi të përgatitur aq sa duhet. Rastet e dhunës në familje fillojnë me probleme të ndryshme, të cilat gradualisht, nëse nuk intervenohet, ato mund të përfundojnë me pasoja tragjike, do të thotë kësaj i paraprin mosmarrëveshjet në familje, dhe po që se nuk merren në hapat dhe intervenimi i duhur, vihet deri te ajo më e keqja me përfundim tragjik. Unë që më ka ra bukur gjatë me punu në këtë fush, kam marrë në përfundim se numri i profesionistëve në çështje sociale kur nuk është i mjaftueshëm, sepse kostoja e dëmit është shumë herë më e madhe se sa paga e zyrtarëve që marrin. Mbështesim si grup parlamentar, mbështesim fuqishëm dhe plotësisht draft deklaratën e kuvendit tonë. Por, në emër të grupit parlamentar, rekomandoj disa veprime me qëllim të rritjes së efikasitetit në këtë fushë, do thotë në fushën sociale. Të rritet numri i zyrtarëve në afrimin e shërbimeve sociale. Të ndajnë fushat e përgjegjësive, e jo kur të ndodh e keqja të kërkohet kush është përgjegjësi. Të rritet shkalla e përgjegjësisë dhe bashkëpunimit në mes të gjitha akterëve. Të ofrohet ndihmë më e madhe familjeve në varfëri të skajshme, sepse burimi kryesor i dhunës në familje është varfëria. Faleminderit për durimin që pas. Faleminderit shumë Bota Hasan. Sonjusha Rezarta Ramadani. Atëherë përshëndetje për të gjithë. Së pari më lejoni që t'i shpreh ngushëllimet e mia familjes së të ndjerës Hamide Magashi, si dhe gjithë viktimave të tjera që kanë vdekur si pasojë e dhunës në familjet e tyre. Shoqëria jonë gjithmonë ka qenë maskiliste, një vend ku vajzat dhe gratë janë parë si objekte dhe kanë qenë të kontrolluara dhe të disiplinuara nga burrat. Fatkeqësisht kohëve të fundit, shoqëria jonë është përballur me krime të ndryshme, makabre dhe antinjerëzore ndaj grave si dhe me dhunime seksuale të shtuara ndaj të miturave. Pikërisht në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave është vrarë një grua në familjen e saj. Grua e cila gjithë jetën e saj ja ka kushtuar arsimimit të shoqërisë tonë. Me gjithë rënditjen që pësuam nga vrasjet e fundit dhe ato të mëhershme të vajzave dhe grave tona, ne dohet ta pranojmë që politika ka përgjegjësi të drejtë për drejtë për situatën në të cilën ndodhen vajzat dhe gratë në shoqërinë tonë. Institucionet tona do të duhej që të alarmoheshin për situatën në të cilën gjendemi dhe ne si shoqëri do të duhej që të vetëdjesohemi dhe të bashkohemi e të punojmë që rastet e tilla të mos përsëriten më kurrë. Faleminderit. Faleminderit. Zotri Ademaj. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë pranishëm në këtë seancë. Dhuna ndaj grave dhe fëmijëve konsiderohet si një nga plagët më të vjetra të shoqërisë njerëzore prej formimit të përhapur në botë. Dhuna nuk është trimni, ajo është pjesë e ligështisë
Dhuna triumfon vetëm atëherë kur ne heshtim si shoqëri, siç dihet kjo dukuri po përcillet brez pas breze, andaj unë si asamblest kërkoj që të mbohen orë edukuese në shkollat tona që të vëdësojmë brezin e ardhshëm në frymën e barazisë gjinore. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Veliu. Përshëndetje për kryetarin e komunës, përshëndetje dhe për ju kryesuesi i kuvendit, përshëndetje për ju kolegë dhe ju të pranishmi. Duke ndjerë dhëmbje për viktimat që po ndodhin si pasojë e dhunës apo edhe nga akte tjera kriminale, ndjehem me të rënditur, si të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe në këtë rast u shprehi ngushtime të gjithë atyre që kanë pësuar nga këto akte të dhunës. Institucionet dhe organet e rendit të mirën me më shumë seriozitet trajtimet e rasteve të dhunës në baza gjinore, sepse këto raste po na kushtojnë neve si shoqëri. Pra, trajtimi i këtyre rasteve duhet të mirët me më shumë vëmendje, në mënyrë që të parandalojmë rastet e tilla dhe të mos merremi vetëm me pasojat. Zbatimi i rendit dhe i ligjit në shoqërinë tonë është më i domosdoshëm se kurrë më parë, të hetohen rastet në mënyra efikase dhe të mirën masa konform ligjeve në fuqi. Derisa po flasim për këtë temë, dua të shtroj pyetjen se çfarë po bëjmë ne si shoqëri, çfarë hapa po ndërmarrim për parandalimin e këtyre dukurive negative. Sa jemi të vetëdijshëm për pasojat që po na sjell kjo dukuri. Ne po e ngrisim zërin e protesta, por kjo nuk është e mjaftueshme. E pastaj presim se çka po ndodh në ndërkohë. Por ne duhet vazhdimisht të kontribuojmë në mënyra të ndryshme që kjo dukuri e keqe të zhduket përgjithmonë nga ne. Por ne qëndësore duhet të jetë vetëdijësimi i shoqërisë dhe atë duke u nisur që nga arsimi. Pra, në shkolla të flitet më shumë për edukimin, për barazinë gjinore dhe në tekste të veçantë dhuna në familje dhe pasojat e saj. Të kemi më shumë fushata vetëdijësuese lidhur me barazinë gjinore, dhunën dhe pasojat që shkakton ajo, me të vetmin qëllim që të parandalojmë dhunën si një dukuri shumë e rrezikshme për shoqërinë tonë. Mbetime me shpresë se kjo gjendje do të përmirësohet. Ne jemi në fushatën globale, 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore. Andaj, edhe fjalimin tim po e mbylli me sloganin as edhe një më shumë. Faleminderit. Faleminderit, zonja Veliu. Dikush tjetër? Po, zotëri Gashi. Faleminderit kryesues. Përshëndetje për kryetarin, përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Fillimisht ndihem keq për rastet të tilla të cilat po na ndodhin. Shpreh ngushëllime të familjarëve të cilët kanë ndodhur në këtë këtij fundit. Dhuna në familje paraqet një nga problemet më shqetësuese të shoqërisë sonë, ku në raste të tilla duhet të jem alarmi i shoqërisë tonë, që duhet urgjentisht të kërkojmë diskutim gjithëpërfshirës për të drejtat dhe trajtimet e vajzave dhe grave. Ne kërkojmë një forcim dhe zbatim real të ligjit në të gjitha hallkat e tina. Faleminderit. Faleminderit, zotëri Gashi. Dikush tjetër nga asambleset? S'kemi të paraqitur. Zotëri Gashi nga Zyra për keni diçka? Nga Zyra për drejtat e njerëzit, më falni. Përshëndetje për gjithë deputetët e pranishëm, përshëndetje për juve kryetar dhe juve kryesues i kuvendit. Unë nuk kam çka ju shtoj kësaj që u tha këtu, sepse mjaft mirë u tha nga kryetari, po gjithashtu edhe nga deputetët që diskutuan, rast që është për keqardhje, duhet shprehim ngushëllime gjithë neve. Nuk dëshiroj ta polemizojmë rastin. Nuk e di çka më shtu asaj, thjesht dhuna është dhunë. Uroj që mos ndodhin këto, jam shumë i prekur në këtë situatë, në këtë rast. Faleminderit që më dha fjalën, nuk jam përgatitur diçka sepse
nuk keni konsultu ma herët, duhet ta them këtë, mirë po u thanë ato që duhet thonë, u thanë. Faleminderit. Faleminderit shumë, zotëri Gashi. Atëherë vazhdoj me nën pikën e dytë faktikisht, që kemi draft deklaratën. Besoj që kopjen e keni marrë gjithë, por për hir të qytetarëve të komunës së Unën do ta lexoj deklaratën. Do të thotë bazuar në nenet 12.2.d të ligjit për vetë qeverisje lokale numër 03 fraksion L viz 014, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës numër 28 fraksion 2008, Statuti i Komunës së Shtimës numër 01 viz 06 fraksion 1636 të datës 03/09/2008, Kuvendit të Komunës së Shtimës në mbledhjen e parë të jashtëzakonshme për vitin 2022, e kemi paraqit për ajush këtë draft deklarat. Pika parë. Kuvendi i Komunës së Shtimës duke u bazuar në rastet e dhunës në baza gjinore me theks të veçantë në rastin e fundit të ngjarjes tragjike të vrasjes së gruas shtatzën nga ish bashkëshorti i saj, që tronditi jo vetëm komunën e Shtimës, por vendin në përgjithësi, si dhe qëllimin e luftimit të parandalimit të dukurive negative të dhunës në familje. Shpreh keqarje të thellë për të gjitha rastat e dhunës mbi çfarëdo baze. Pika 2. Kërkojmë mbështetje nga të gjitha institucionet relevante si dhe profesionistët e fushave të ndryshme të rrisin nga dishmërinë dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre për të parandaluar dhunën në kohë reale dhe për të trajtuar atë në mënyrën e duhur. Në momentin kur dhuna ushtrohet, dhe pika 3, Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi dhe mekanizmi koordinues i dhunës në familje të marrin masat e nevojshme dhe të raportojnë në baza të rregullta. Pika 4 është të shtohet koordinimi dhe bashkëpunimi mes institucione përgjithësie, si stacioni policor në Shtime, qendra për punë sociale, gjykata themelore në Ferizaj, prokuria themelore në Ferizaj, zyra për mbrojtjen e viktimave, zyra për barazi gjinore, strehimorja QMGF Ferizaj dhe zyra për komunitete, me qëllim të ndërmarrjes së masave preventive dhe parandalimin me kohë të dhunës në baza gjinore. Do thotë ne kemi parapat që kjo deklarat apo draft deklarat të ketë këto 4 pika, nëse dikush ka diçka rreth kësaj draft deklarate, ja kisha dhënë fjalën para se ta unë votim. Po zonja Beqa. Faleminderit të nderuar kryesues, përshëndetje për ty, për kryetarin të nderuar, drejtor, koleg shqiptar, të dashur qytetar të komunës Shtimës. Ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës Dega në Shtime mbështesim këtë deklarat duke shtuar edhe rekomandimet nga kuvendari ynë Hasan Avdyli. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër? Atëherë derisa më falni për pak minuta derisa të shoh edhe rekomandimet edhe një herë të zotëria Avdylit. Baca Hasan. Të cilat është mirë të ngrisin kapacitetet e tilla, si në një të rritet numri i zyrtarëve për afrimin e shërbimeve sociale nivel komunal edhe më gjerë, të ndajnë fushat e përgjegjësive, sepse në shumë të në raste po do më arsyetu nëse ka mundësi këtë çështje, personat përgjegjës zyrtarë që e kanë terrenin në ndam, ata janë të obliguar me përcjell gjendjen në një farë mënyrë me i hetu burimin e dhunës që rrjedh prej atij terreni dhe ai të ketë një parapregaditje për evitimin e këtyre dukurive në atë territor të caktuar. Për këtë arsye është me shumë rëndësi që terreni të jetë i ndam ose i mbulum me zyrtar
të kësaj fushë. Nën 2. Nën 3 ishte të rritet shkolla e përgjegjësisë dhe e bashkëpunimit në mes të gjitha institucioneve relevante që përmend edhe në deklaratën e mëhershme. Mundësisht që është e nevojshme kemi parapo të afrohet ndihmë familjeve në varfëri të skajshme, për shkak se varfëria në shumë të në rasteve kanë drejtë edhe unë në familje. Kemi familje të cilat vërtet kanë probleme të mëdha përbrenda familjes, për shkak të varfërisë që kanë, për shkak të lasheve që mandej edhe ato mund të marrin përmasa dhe të ketë të vijë drejtë edhe unë në familje. Këto ishin 4 rekomandime, do thotë që kemi para pa. Faleminderit. Faleminderit më Hasan. Se ka mundësi kuvendi me vendosë një gjatë për më rritë punësimin, sepse këto janë parametre, janë sende që janë me sistematizim rregullohen. Nuk e di. Atëherë, përveç deklaratës që e keni marrë kopjen nga 4 pikat, grupi parlamentar i PDK-s kërkon që t'i bashkangjiten edhe 4 tjera, do thotë, po të cilat disa prej tyre veç që janë të inkorporume në këtë deklarat. Me këtë pjesën e parë të rritet numri punëtorëve në QPS, nuk di se a mundet neve se a na takon si kuvend që ta fusim këtë deklarat. Me vetë faktin që atje ka mungesë punëtorëve, besoj që shumë shpejt do të hapet konkursi, megjithëse një konkurs ka dështu dhe do të ketë punëtorë të ri. Për pjesën tjetër, unë e kisha hullë në votim që këto të inkorporohen brenda deklaratës, ne edhe sekretari i kuvendit e ka mojt proces verbalin, po edhe unë i kam shenu dhe e kishim hullë në votim me këto të cilat do të inkorporohen në këto 4 pika. A janë të pajtimit kështu, apo keni diskutime tjera? Po, zotërimu Juta? Faleminderit kryesues, edhe unë përkroj draft deklaratër, po kisha pos qef që t'jetë e sakt dhe definune që kur të hudhën votim të cituhen pikat ren me ren një nga një në këtë draft. Të lexohen pikat cilat çka po votojmë na. Për 4 pikat të draft rregullorës i kem para vetet, po edhe rekomandimet nga anëtori asamblesë. Kisha pos qef të lexohet një nga një dhe të hudhën votim. Faleminderit. Patjetër. Faleminderit. Dikush tjetër? Atëherë deklaratën e lexova, tash po e lexoj edhe 4 pika që zotëria Vdyli i paraqiti në emër të grupit të PDK-s. Do të thotë të rritet numri punëtorëve në QPS. Unë e spjegova që kjo do të ndodhë për shkak që edhe unë se kisha pa të arsyeshme që ta fusim në deklarat, se kjo është diçka që bëhet me konkurs, se dohet patjetër të rritet numri se janë vendet vakant. Unë e kisha kërku që të jetë të ndahen përgjithësit, po dhe kjo në një formë inkorporohet direkt e pika e 4.
të rritet bashkëpunimi edhe ne kemi kërku, edhe ato është e pika 4 me gjithë zinxhirin që është prej stacionit policor e deri te zyra për komunitete e fundit dhe të ndihmojnë familjet në nevojë. Do thotë janë 4 pika që ne këto 4 pika do të inkorporojmë në këtë deklaratë. A jeni të pajtimit? Atëherë, kush është për që të kaloj kjo draft deklarat me ndryshimet ose me 4 pikat shtesë që në vazë të Avdivli. Atëherë nga 19 të praneshëm në salë, unanimisht kalon. Faleminderit shumë, kolega asamblest. Këtë mbledhje po e përmbyllim këtu. Urojmë që rastet e tilla të dhunës në familje dhe vrasje të mos ketë jo vetëm në komunën tonë, po në gjithë Kosovën dhe në botë. Faleminderit shumë për prezencën e juaj. Miru pafshim në seancën e radhës.